Shikues të nderuar, ju përshëndesim të gjithëve dhe ju ftojmë të ndiqni Enciklopedinë Mjekësore. Është një puntat shumë e veçantë sot. Unë kam sigurisht kënaqësinë t'ju prezantoj më njëherë, kam ardhur tek ambienti i punës së saj. Është një doktoresh e cila do të na flasë shumë për punën, eksperiencën e saj jo në Shqipëri, por gjithë ekspertizën që ajo ka sjell tani më në Shqipëri dhe patjetër që do të keni mundësi të mësoni shumë për akupunkturën. Shumë kënaqësi për mua, doktoresh Suela Baruti, e cila na ka mirëpritur sot këtu në vendin e punës së saj për të folur për një nga temat më interesante, sa të njohura, sa të panjohura për njerëzit, por shumë domethënëse dhe shumë të rëndësishme edhe për shëndetin. Ju falenderoj. Kënaqësi që jeni së bashku me ne, por fillimisht do doja që ta shpjegonim për të gjithë ata që na ndjekin sot se çfarë është akupunktura. Atëherë, akupunktura është pjesë e mjekësisë tradicionale kineze, quhet kështu sepse ka lindur në Kinë. Është një mjekësi natyrale, e cila konsiston në vendosjen e gjilpërave shumë të holla, shumë fine, në pika të caktuara të trupit, që quhen pika akupunkture, dhe me futjen e këtyre gjilpërave në këto pika bëhet stimulimi i energjisë e cila quhet qi me shqiptimin e gjuhës kineze, dhe këto gjilpëra bëjnë stimulimin dhe balancimin e energjisë që rrjedh në meridianët e trupit tonë. Sipas mjekësisë tradicionale kineze, nga çdo organi ynë i brendshëm buron një meridian, një rrugë, në cilën rrjedh energjia e trupit tonë, dhe këto meridian përfundojnë në lëkurë në pikat e akupunkturës. Nëse trupi ka një smundje, ka një bllokim në rrjedhjen e kësaj energjie në këto meridian. Dhe akupunktura me balancimin që bën të energjisë nëpërmjet stimulimit në pikat e akupunkturës bën shërimin e trupit nga patologji të ndryshme, nga smundje të ndryshme. Për të cilat do të flasim natyrisht në bisedën sonë. Patjetër. Por pa shkuar aty, unë jam shumë kurioze, një mjeke shqiptare e cila ka zgjedhur pikërisht akupunkturën. Pse e keni zgjedhur këtë dhe pikërisht na tregoni vitet e studimeve tuaja atje ku keni bërë pra në Shangaj, disa vite ndoshta të veçanta nga sa I kishit menduar më parë. Përpara se të studioja masterin për akupunkturë në Shangaj, unë kam studiuar në Universitetin e Tiranës të mjekësisë, kam studiuar mjekësi të përgjithshme. Jam diplomuar në vitin 1998, dhe pasi u diplomova, isha në një udhkryq se çfarë dege të zgjidhja dhe të specializohesha. Një mike e familjes tonë më sugjeroi akupunkturën, sepse ajo shkonte shpesh në Paris dhe trajtohej me akupunkturë, dhe më tha pse s'provon. Dhe unë përfundova në Kinën e Veriut, në Taiyuan Shanxi, dhe bëra një kurs 3 mujor në gjuhën angleze, kursin e 3 internacional të akupunkturës. Atje pash që kuroshin smundje të shumta me akupunkturë dhe rezultatet ishin të shkëlqyera. Kjo më tërhoqi jashtëzakonisht dhe më bëri që të aplikoja për një master, dhe pas një viti fitova një master në Shangaj, në Universitetin e Shangaj. Sa vite? Masteri ishte 4 vjeçar, por një vit duhet studioja gjuhën kineze. Kështu që unë studiova një vit gjuhën kineze dhe pastaj bëra masterin 4 vjet. 2 vjet praktik klinike kam bërë në Institutin e Kërkimeve Shkencore të Akupunkturës së Shangajit, që është niveli më I lartë I akupunkturës klinike, me një ndër doktoreshat më të mrekullueshme, më të famshme, më të mira që kishte Shangaj. Qian Qinlang është emri I saj. Ajo shikonte 100 pacient në ditë. Do me thënë, eksperienca klinike ishte jashtëzakonshme. Kishim 10 shtreta në klinikë. 100 pacient në ditë? Po, unë duhet shkoja që në 7 mëngjesit, fillonim më herët dhe mbaronim 6:30 të darkës, për te orarit zyrtar. Do me thënë, sepse ajo ishte shumë e kërkuar. Dhe ajo punonte, dhe paguanin për pacientët ekstra. Folëm pak më parë pra në hyrje për shërimin e disa patologjive. A mund të ndalemi pak se cilat janë këto patologji që ka rezultate të mira falë kësaj mjekësie tradicionale? Në Kinë
thuhet në librat mjekësor që akupunktura përdoret për 180 grup sëmundjesh. Për Ka që shumë 180. grup sëmundjesh. Në masterin që kam bërë unë, ti nuk mund të specializohesh për gjithçka. Varet çfarë specialiteti ka doktoresha që ti e caktuar. Kështu që unë jam specializuar në sëmundjet e kolonës, spondiloartroza, hernie diskale, shkarje disku, migrena, neuralgji trigeminale, paraliza faciale, artrite, borsite, hemoroide, eneurezis nokturne, që është urinimi natën që bëjmë fëmijët, me 10 seanca shërohet. Me 10 seanca? Me 10 seanca shërohet. Cila prej tyre me 10 seanca? Eneurezis nokturne, Po. që është fëmijët urinojnë natën. Po të tjerat, se folet Të për një tjerat, gjërë në fakt. ka dhe sëmundje të tjera si alopecia areata, shërënja e flokëve me pulla, bëhen 5 seanca akupunktur dhe mbin floku. Janë dhe tek burrat dhe tek Dhe te gratë. Me 5 seanca akupunktur mbin floku, duket floku i ri. Dhe pastaj rritet vetë, nuk ka nevojë më të bëj terapi. Është e mrekullueshme. Akupunktura funksioni më madhor e ka heqjen e dhimbjes. Domethënë ky është funksioni alfa i akupunkturës, por përdoret për sëmundjet reumatizmale, po, në artrit reumatoid, heq ëndjen, heq dhimbjen. Pacientët jetojnë periudha të gjata pa simptoma dhe vinë bëjnë prap terapi. Shërim të përjetshëm nuk ka. Por sa mund të zgjas efektin në rastin e një pacienti me sëmundje reumatizmale, për shembull, sa seanca mund të duhet dhe sa është efektshmëria, sa zgjat? Pacientët janë të ndryshëm, se varet në çfarë stadi vinë. Nga eksperjenca ime klinike, pacienti duhet bëjt paktën 10 seanca akupunktur, bëhet 3 herë në javë, mund ta bëjtë 2 herë në javë, për 4 javë, po jo më pak se 2 herë në javë, që të ketë efekt. Dhe ju ka mbajtur 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Fantastike. Po, por nuk merr asnjë ilaç. Dhe nuk merr asnjë ilaç, po një terapi natyrale që është shumë efikase dhe nuk merr asnjë ilaç. Për çdo moshë? Për çdo moshë, akupunktura përdoret për fëmijët, për të rriturit edhe për njerëzit që janë të moshuar. Për diagnoza të ndryshme. Gjithashtu dhe në rehabilitimet e strokut, e hemorragjive cerebrale. Bëhet rehabilitimi i këmbës, rehabilitimi i krahut, bën rehabilitimin e të folurit. Ka të raste se stroku është i vështirë, doktoresha? Nga eksperienca ime, pacientët kanë bërë maksimumi 2 muaj deri në 3 muaj. 3 herë në javë. Dhe janë kthyer në normalitet. Dhe janë kthyer shumë mirë. Ka pasur shumë efekt. Është fantastike. Është fantastike, po. Doktoresha, është e dhimbshme si procedurë? Pacienti ka një ndjesi kur ngulet gjilpëra, si një pickim i lehtë, por nuk është e dhimbshme. Pacientët gjatë akupunkturës flen, ndihen shumë mirë, relaksohen. Sa gjatë një seancë? Një seancë zgjat 30 minuta, mund të bëhet edhe 40 minuta. Mund t'i lësh një ekstra kohë pacientit. Në varësi të diagnozës kjo? Ka pacient që thonë nuk më lësh 40 minuta dhe i lë 40 minuta. Normalisht duhet të jetë kundrejt pagesës. Unë nuk e bëj kundrejt pagesës, ja u lë me dëshirë. Pra, shkon deri tek relaksi, po thoni, pra shko sa kërkojnë edhe këtë pjesën. Relaksohen shumë, po. Kur fillen të ndjejnë rezultatet? Kur bën një akupunkturë profesionale, duhet i ndjesh që në seancat e para. Të themi 2-3, pacientët thonë është me njëhershme efekti. Rastet neurologjike, po ashtu janë të vështira, doktoresha? Të vështira janë. Sa efektshme? Por shumë një raste keni patur ju edhe për këto? Unë kryesisht në neurologji futen dhe hernie diskale dhe spondiloartrozat. Pacientët ngelen shumë të kënaqur. Ka pacient që kanë bërë ndërhyrje kirurgjikale, hernia përsëritet, nuk mund të bëjmë ndërhyrje, dhe vinë bëjnë akupunkturë dhe ndihen shumë mirë. Ikën dhimbja, do me thënë jetojnë kohë të caktuara të gjata, pa ankesa. Pastaj vinë bëjmë terapi mbajtëse e përsërisin. Në varësi edhe nëse është një peshë madhe, sepse shpesh herë edhe në këto raste. Akupunktura funksionon dhe po t'jetë mbi peshë. Sigurisht që mbi pesha e rëndon kolonën, pikërisht për edhe hernien, por akupunktura funksionon. Apo edhe gjujt, doktoresha? Bëhet dhe në trajtimin e gjujve, të artriteve, osteoartriteve, shumë efikase. Edhe në rastet e osteoartriteve?
që në Shqipëri ka shumë për hir të vërtetës raste të tilla dhe pas një moshe. Rregullimet e artikulacionit temporomandibular, e këtij artikulacionit këtu, ka pacient që u mbyllet goja dhe nuk e hapin dot. Nga dëmtimi, akupunktura ju hap gojën. Me disa seanca hapet goja e pacientit. Zbut kontrakturën e muskujve dhe hapet goja. Është shumë efikase. Në çdo moshë mund të bëhet? Në çdo moshë. Kam pasur fëmijë 6 vjeç, kam pasur fëmijë 13 vjeç. Jo më të vegjël, rasti më i ri ka qenë 6 vjeç. Ai rritur? Fëmia që kam patur 6 vjeç kishte një sy, kishte lindur me një sy më të vogël se sa syri tjetër. Dhe bëhet akupunkturë, rehabiliton nervin e asaj zone, që i nervon qepallën dhe hapet syri. Ka raste që ka rënje të qepallës, që quhet ptoz, bëhet akupunkturë dhe akupunktura e hap syrin, e ngre qepallën. Rehabiliton nervin që ka një disfunksion, që ka një deficiencë, një mangësi që nervëzon atë qepallë dhe duke rehabilituar nervin, rehabiliton funksionin. Po, në bazë të kësaj që ju thoni, sa seanca duhen? Këto quhen rehabilitime, pacientët mund bëjnë 20, mund bëjnë 25, maksimumi kanë bërë 30, 20 deri në 30, jo më shumë, që të mbaj mend. Cila diagnozë kërkon më shumë rehabilitim, më shumë trajtim? Në paralizat faciale mund të kërkojnë 20 seanca, 30 seanca, në Shangaj mund vinin 6 muaj, sepse për shembull e kishte gojen më të shtrëmbër në njërën anë sa ana tjetër dhe ishte perfeksionist pacienti, thoshte nuk dua ta kem as 1 milimetër më të shtrëmbër. Do me thënë, me 2-3 muaj terapi bëhej shumë mirë, pa i donte të ishte shkëlqyshëm dhe vinte edhe ekstra herë të tjera. Pak më parë jashtë kamera, folëm edhe për një nga pacientët tuaj që kishte një rast të paralizës faciale dhe kishte rezultate shumë të mira. Po, kam shumë pacientë. Nga i ftohti kishte ndodhur? Nga i ftohti, po. Pacientja kishte qenë në një dhomë që kishte një rrym nga dritarja tek dera dhe i ndodhi. Papritur. I ndodhi papritur, paralizat faciale progredojnë negativisht për 21 ditë. Do me thënë, nëse pacienti ndodh sot, unë nuk mund ta marr nesër. Duhet kalojnë 21 ditë sepse ajo keqësohet. Dhe trajtimi nuk i bën asgjë. Pasi kalojnë 21 ditë, ti mund ta marrësh pacientin dhe ta kurosh. Akupunktura rehabiliton nervin facial, degët e nervit facial, dhe i vjen funksioni dhe faqja i shkon në vend. A ka shanse të rikthehet? Po. Rikthehet. Ka paraliza që rikthehen 100%, ka paraliza që rikthehen 90%, ka paraliza që rikthehen 80%, varet. Një pacient tjetër kishte një tumor në nervin facial, një tumor benign. Rikthimi i saj është i pjesshëm, nuk duhet bëj shumë, do me thënë, me 2 muaj terapi e lëviz faqen, po e ka shumë të kufizuar. Por kishte bërë fizioterapi, nuk kishte efekt. Kishte 3 vjetë që kishte bërë çdo lloj terapie, nuk kishte efekt. Bërja akupunkturë kishte efekt. Doktoresha, e drejtë kjo që thoni, pra se asnjë sëmundje, sidomos kur janë edhe të pashërueshme ose ndonjëherë është njihet regresi. Dhe hemoragjitë cerebrale, më falni, kërkojnë muaj. Kurse një hernia diskale, një migren, një spondyloartroz, standardi është 10 seanca. Është 10 seanca? 10 seanca është standardi që bën një cikël terapie. Pacientja është një paciente që vuan nga migrena dhe ka zgjedhur akupunkturën si terapi të saj, ka përdorur më përpara medikamente, nuk ka pasur efekt. Gjithmonë kur pacienta vjen, gjilpërat steril, një përdorimshe, hapen në sy të pacientes dhe pasi mbaron seancën hidhen. Është shumë e rëndësishme që mjeku i akupunkturës të jetë profesionist, i shkolluar dhe i licencuar nga urdhri i mjekut të Shqipërisë, ashtu si që jam unë, sepse është shumë e rëndësishme të dish ku të vësh gjilpërën në pikat përkatëse të akupunkturës. Mund të dëmtosh shëndetin rënd nëse e vë në pikën e gabuar dhe bën stimulime do si do. Tani po ju tregoj një procedurë standard të akupunkture, në këtë rast për migrenën. Bëhet pa koka me alkool, me një pambuk të vogël.
Ky ishte shpimi i pacientes, në zgjat disa minuta. Pacientja do rrit 30 minuta, lihet vetëm në dhomë, mund të vi një herë, 2 herë ta shikoj, t'i them ndjesh mirë, je mirë, si është temperatura e dhomës. Pacientët ndjen të qetë, pacientët relaksohen, nganjëherë zë dhe gjumi. A duhet të bëj diçka tjetër përveç kësaj terapie që merret këtu në klinikën tuaj? A duhet ndoshta ju i shoqëroni me disa rregulla që duhet t'i ndjekin gjatë kohës në vazhdim? Pacienti nuk ka nevojë të bëjë terapi tjetër, sepse akupunktura është terapi shumë e fuqishme. Por, nëse pacienti ka dëshirë që paralelisht akupunkturës të bëjë një fizioterapi, nuk kemi Përveç kësaj, në stilin e jetës, a duhet të keni diçka tjetër parasysh? Jo. Në lëvizjet, në gjërat, në sportet, në një aktivitet fizik? asgjë, sepse akupunktura është një terapi natyrale, nuk ndërhyr në stilin e jetës, nuk ndërhyr në suplementet, në medikamentet që merr, vetëm bën mirë, nuk ka asnjë efekt ansor negativ. Kështu që pacienti bën një jetë normale dhe bën akupunkturë. Dhe mund vazhdojë jetën e tij siç e ka stilin, pa pasur asnjë pasojë nga akupunktura. Apo pa pa kufizime. rekomandime të posaçme, mund të themi. Po. Pra gjithçka është natyrale në atë Është që ju natyrale. realizoni. Po. Në Shqipëri sa po njihet kjo mjekësi tradicionale? Ju keni vite që ushtroni natyrisht, por Po. a është në trend rritje, sa po e preferojnë, sa ju drejtohen ju? Është në trend rritjeje, unë kam klientelën time, pacient që vinë, do me thënë të paktën një herë në vit, njëti pacient që do të mirëmbaj atë problem që ka. Është në rritje, vërej që janë më të ndërgjegjësuar pacientët për të bërë terapi natyrale. Nuk duan të marrin ilaçe, ilaçet kanë efekte ansore, kështu që do me thënë është në trend në rritje. A mund të ndërthuret kjo mjekësi tradicionale me atë modernën, sa efikase është? Në Kinë, spitalet e akupunkturës janë të mëdhenj siç është QSUT-ja. Siç është një QSUT e gjitha, Nën Tereza, ti ke spitalet e akupunkturës janë të shpërndarë në gjithë qytetin. Aty ku kam studiuar unë, në repartin e kardiologjisë, e kishe kardiologji, akupunkturë e ndërthurur me mjekësi perëndimore. Ata merrnin dhe ilaçet mjekësisë konvencionale, bënin dhe akupunkturë dhe BIM. Por unë nuk jam e specializuar në atë, kështu që unë nuk bëj një ndërthurje të tillë. Unë trajtoj problemet e që jam e specializuar vetëm me akupunkturë dhe pacienti nuk ka nevojë të marrë asgjë tjetër. Një pyetje tjetër, a ka kundër indikacione? Akupunktura nuk ka kundër indikacione. Bëhet në gratë shtatzan, bëhet në fëmijë, bëhet në gjitha moshat. Pra nuk mund të presim diçka të pakëndshme Jo. pas terapisë. Akupunktura maksimumi mund bëj një hematom, sepse ti ngul një gjilpër, Po? dhe mund bëhet një hematom e vogël, që ikëm për 2 ditë. Edhe kjo ndodh dhe kaq. Nuk ka kontraindikacione. Nga përvoja juaj personale, sa e rekomandoni njerëzve? Unë rekomandoj fortësisht, po pacientët e duan gjithnjë më shumë. Përdoret për fertilitet, kam paciente, jam habitur që ka pacientet huaja që vinë në Shqipëri, bëjnë in vitro dhe bëjnë akupunkturë për fertilitet. Ju keni raste të tilla? Kam. Për fertilitet? Po, kam shumë. Sa të suksesshme kanë qenë? Këto që janë të huaja nuk mund t'i ndjek, po kam pasur raste paciente shqiptare, Po? 2 paciente shqiptare që kanë qenë shumë të suksesshme. Do me thënë që Sa i është dashur të punoni me ta? pacientët kanë bërë vetëm 10 seanca. Vetëm 10 10 seanca akupunkturë dhe kanë qenë të suksesshme. Kanë qenë të ndërthurura seancat me terapi të tjera? Një paciente kishte cist në ovar, kishte marrë mjekim hormonal, cisti më flaste, dhe më pyeti, tha Suela bëhet akupunkturë? Po, me 7 seanca i plasi cisti, bëri ekon dhe e pa që cisti kishte plasur. Dhe pastaj aplikoi in vitron dhe ngeli shtatzan. Fantastike. Po. Se dolëm edhe tek pjesa e cisteve dhe tek pjesa e riprodhimit. Përdoret për shëndetin riprodhues, për fertilitet. Akupunktura jam e specializuar gjithashtu dhe për çrregullimet menstruale, për cistet e ovareve, për mikrocistet. Por thoni për çrregullimet menstruale, si funksionon akupunktura në këtë rast? Atëherë unë do t'ju them një herë funksionet e akupunkturës, janë 5.
Akupunktura ka 5 funksione madhore që janë vërtetuara shkencërisht. Rigjeneron nervat periferik, harmonizon hormonet, rrit imunitetin, ka funksion anti-inflamator dhe heq dhimbjen. Në vitin 1977, një profesor i njohur Argentinas, Hugo Besedovski, hodhi në dritë teorinë që trupi ynë ka një rrjet që quhet neuroendokrin imun rrjet. Dhe është vërtetuar shkencërisht, ka shumë studime shkencore për akupunkturën, si funksionon, çfarë mekanizmi ka, është vërtetuar që akupunktura ndërhyn në këtë rrjet, rregullon dhe nervoren dhe imunen dhe endokrinen. Këto si element. Dhe duke rregulluar endokrinen, akupunktura përdoret për problemet riprodhuese dhe çrregullimet e ciklit. Më kupton? Po. Doktoresha, shumë e rëndësishme e gjithë kjo që ju shpjeguat. Natyrisht është po ashtu rëndësishme për të ditur nëse pritshmëria e pacientëve është shumë e madhe, që në seancat e para. Ju si punoni me këta? Ja, me njëherë sa po ato vinë, ju ja tregoni se sa terapi e pret këtë pacient, merrni paraprakisht një diagnozë, i kërkoni diçka konkrete, sepse besoj duhet edhe një referencë edhe nga imazh, diagnoza e përcaktuar nga imazherika apo laboratorike, dhe kur ju referohen sigurisht në bazë të asaj ju do të ndërtoni edhe punën dhe skemën e terapisë, apo jo? Pacientët kur vinë, gjithmonë merret anamneza, pyetet pacienti, bëhet një konsult paraprake dhe ju kërkoj gjithë analizat dhe ekzaminimet. Pacienti duhet vijë diagnostikuar. Pacienti që ka një hernie diskale duhet më sjelli rezonancën magnetike, interpretimin e rezonancës. Dhe unë lexoj këtë dhe bëj trajtimin. Dhe më pas prezantoni edhe skemën se sa mund të zgjas, apo jo? Po, por kjo është një mjekësi natyrale, i them, bëj disa seance, po të pëlqeu, vazhdoj, unë të rekomandoj të bësh dietë. Asnjëherë nuk detyron pacientin sigurisht që të bëjë një terapi të plotë. Në fillim që kjo është rruga drejt realizimit me sukses të terapisë. Po. Unë ju falenderoj shumë. Ishte një intervistë me shumë kuriozitete edhe për mua, dhe që u njoha me këtë fushë të re deri diku pavarësisht njohurive të mia mjekësore, por kjo intervistë ishte shumë e veçantë për mua, për mjekësinë tradicionale kineze, për akupunkturën, dhe ju falenderoj që e keni sjell këtë ekspertizë tuaj edhe në Shqipëri, dhe i keni qëndruar afër edhe pacientëve shqiptarë që kanë gjetur pa diskutim edhe një zgjidhje për problemet shëndetësore që kanë patur. Ju uroj shumë suksese, doktor Ersuela. Ju falenderoj shumë për intervistën, edhe për mua ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Besoj që për të gjithë ata që po na ndjekin, kemi dhënë shumë përgjigje të bukura, interesante, dhe patjetër edhe zgjidhje për një mjekësi tradicionale, pa probleme, pa efekte anësore, ashtu siç i duam të gjithë. Po. Faleminderit edhe një herë. Ju falenderoj. Shikues të nderuar, ne do të ritakohemi në emisione të tjera me intervista të tjera të bukura të përzgjedhura vetëm për ju. Bashkë mirupafshim.